Se në projekt të Partisë Demokratike, kjo zonë jemi përpjek ta vlerësojmë maksimalisht, në kuptimin me ato mundësi që kemi patur. Në këtë kontekst është rinërtuar rruga Shukth, gjerë tek kisha Kepi Rodonit, rruga tjetër nga aeroporti Ishëm dhe të tjera drejt Shkafanës, sigurisht kanë ngel të tjera pa ndërtuar, nuk them se ne e finalizuam, por një gjë. Ku është dallimi i madh midis nesh dhe këtyre nga ana e projekteve? Ne kishim një moto, ta dini. Nuk ka Shqipëri të zhvilluar pa fshat të zhvilluar. Dhe nuk ka. Jo. Pikërisht atë që thatë ju. Ne duhet të siguronim kudo infrastrukturë të njëjtë me lagjet e qytetit. Dhe shumë herë e kisha shprehur që ne tokat nuk ja u punojmë, por detyrimi ynë është që ju të keni të njëjtat kushte, të njëjtin furnizim me ujë, kanalizime, energji elektrike, asfaltime, sheshe, një lloj si një lagje qyteti. Sigur të themi atë që është si përmarrje dukej shumë e vështirë, po ishte absolutisht e mundshme. Dhe ne, ja u them këtu, do i rikthehemi fuqishëm kësaj, do i rikthehemi me gjithë forcën tonë. Për sa i përket shkollës, dy gjëra psoj shkolla, u boshatis shkolla. Kanë ikur 720.000 tri. Së dyti, cilësia brenda 4 viteve që nuk ka ndodhur kund në botë, të zbresin pikjat në matematik në testin PISA që u taj testi, me 62 pikë. E vërteta e që thoti, shkolla ka humbur në mënyrë të tmerrshme rolin dhe funksionin, por ju siguroj se për ne do jetë gjë shumë serioze. Së fundi, prap, ata që ne që mendojmë ta zam, t'i përzëm me huj, ne do t'i përsërisim vetes son, do t'i përzëm me qëndrueshmërinë tonë në sheshe, në rrugë, gjersa t'ikin ata dhe ata do ikin. Do ikin, ju garantoj. Nuk është se nuk i meritojnë ato që thoni ju, i meritojnë plotësisht, por vendi është tjetër, shoqëria, populli është tjetër dhe duhet jesh se ata meritojnë. Unë ja kam thënë asaj, sigurtisht e dënimi me vdekje, Lubi Balluku meriton 3 dënime me vdekje për ato që i ka vjedhë shqiptarve. Imagjinoni sa meriton Edi Rama, por tani ato s'janë madhe, po. Përshëndetje profesor, quhem Gëzim Nezha, nga fshati Gulur me origjinë, që nga 13 tetor 1990 banoj, ish banor i fermës Gjaf Zotej, stacioni Zooteknik. Jam nxënës i Safet Zhulalit dhe i Dyramet Live dhe i Bashkim Gazdetes. Quhem Gëzim Halit Nezha. Jam demokrat i lirë, pa test partije, asnjë parti s'kam adheruar, gjithsecili ju rëshnet dhe më njohin shumë mirë. Nuk kam kërkuar post, kam mbaruar biokimi shkëlqyshëm, nuk kam kërkuar asnjë gjë, kam besuar se do të bëhet diçka. Çështja ime është të jetë shneti jot në radhë parë. Shneti në mendim, shneti në karrierë, shneti në familje, sa më me një episod në thuja Osmanti, urdhnodhi problemi në poshtë Qafzotes. Tha do shkoj të ha grosht e lirijes, më falë se nëna ime. Se bëhet për superlativ, as prashti lloj interesi. Profesor, si dirë zot, aftësit, mundësit nuk të mungojnë. Kemi besim këti. Edhe unë, si dirë zot, kush gjallë kërkohet me adërzu sa shpajllakun, se rritë nga një shtëpi me fis. Osmanaj thoshin Dibër, që ku ka Dibron ta vërtetojnë.
Shaj djalë si ta merë, shaj ti e epja, tjetë me shkollë, tjetë me edukat, tjetë patriot. Une, sunë morë test partije, e nuk aderoj, se kam po marksizmin 10. Se pa marksizmin 10, nuk qote ku shkollë të lartë. Ase kam me i natë, ju betohem në Zotë, që nga 1990 me 6 tetor, në Shkodër, me 8 erdhët ju, që nga 6 tetor, njën sot, unë i shkreti kam shku në protesta. Ka dik Besnik Nesha në Shadër, 37 dit, foljo të që se rrej. Ture shumë shnet, nuk shkem me bo parada, mos jemi frej. Shejtoni e komunizmi janë motre vla. Shetisit... Shejtoni e komunizmi janë motre vla. Ibrahim Nesha, shetajsin këtë botën, na këshon flenë në Balkan. Pikri Shqipëri, s'na kanë lanë. Pse? Se këtu ka ignorant të ndije. Ju përshnes, profesorin, një pintim, gjithë fun festat në bara, do të fitojmë se s'banë. Shqipëria është e jona. Bravo. Shnomni dhe mua. Shumë faleminderit. Bravo. Pyetje tjetër, po? Nderuar doktor Berisha. Nderuar doktor Berisha. Të falenderoj nga zemra, të kesh shëndet, e jetë të lumtur në familjen tuaj. E jetë të gjatë. Unë që Fadil Busi nga Dibra, banor i fshatit Rushkull. Rushkullit i keni borç. Duhet t'ja premtojmë sot që do t'ja lesh. Osman Safa na ka thonë që do va bie profesorin, doktorin, atje se në Rushkull ka fituar Partia Demokratike, që ku ka lind Partia Demokratike. Një, që kur ka inauguruar shkollën e Rushkullit, në Rushkull nuk ka investime më. Nuk ka qeveri, ka ca lapej, janë ca ignorant, që morën ndihmat e një gabelje, bedrije, si bjen myll, edhe i morën i shpërdajnë në tre pjesë. Ka ca tërmetazhi, që ra tërmeti dhe mund paret e tërmetit dhe nuk i ashuen asë njeriu që kishte tërmeti, që kishte dëmtu tërmeti. I morën të gjitha për vete. Kemi shumë besim këti se do ta identifikësh dhe do ta inventarizësh lekët e tërmetit në fshatin Rushkull ku kanë shkuar. Ka familje që i ka ra 8 herë tërmeti, ka mërë 8 herë lek për tërmetin, familje që u ka ra tërmeti s'kanë mërë asi lek. Tani, do të them diçka, u jam 30 veta në familje. Vetëm 2 veta jemi këshpia. Të gjithë demokratë tjerë shpërder në përbot. Kanë shumë besim këti. Më telefonojnë çdo natë. Kur do ngrihet Berisha? I thon për Zotin është i vjetër. Nuk është i vjetër, është shumë i ri. Vetëm se ka gatruar ti tha. Nuk di të lexosh. Pra Sali Berisha je sekretari i nie. Duhet të dhësh shkombin. Duhet të futesh 2 orë më tepër puno për popullin, më shumë se ke punuar. Se gjitha të shokë që ke pasur, janë lodhur. Dikush na ka vjet Roma, diko na ka vjet Dreshi, pra të pastrohemi dhe të mblidhemi si të pamposhtur, të mposhtim me Tiranën, të qelpsir, të kalpsir, të skopidhje, të ignorant, këtë njëri pa familje, i pandershëm, i poshtër, se nuk vjen parët e mëllit fëmijës, a i ka vjen parët e popullit. Nuk vjen të ardhurët e Shqipërisë, e ka bërë rrugën sakat, ka dal një gogol në rrugë të arbrit, ka dal një guf atje, do në del të armoj, se ka bo me hekur, hekurin e ka vjedhë, poshtë Zotin, si të kesh Zot, mos u merë me asë njëri tjetër, le punë të e shpis, merru me popullin, hish në para, ta heshim halen për këti veni. Gëzuar, roh Partia Demokratike, roh Shqipëria. Të falënderoj me shumë mirënjohje për edhe të garantoj që kjo mbështetje, edhe mbështetje e juaj është frymëzim i madh për mua dhe për çdo demokrat dhe për çdo shqiptar. Ju kapt u ndalt në një anë, por duhet të them një gjë.
Sikundër nuk imagjinojmë dot vjedhjet e tyre të tmerrshme, siç thash, ato që kanë dalë për jatet dhe apartamentet, në regjistrimet e Ergys Agasit janë gjërat më të papërftyrueshme. Më të papërftyrueshme se çfarë ta t'i shohin shqiptarët, se çfarë më fal për shprehjen llumi I vërtet qëndron atje dhe I qeverisë. Se ai pas ka qenë manjak filmimesh. Ai filmonte çdo gjë, fatmirësisht në një anë për të marrë vesh gjithçka ka qenë aty jam të apo jo. Por ne marrim ato që ai është një armik I egër I shqiptarëve, sepse ai me politika që ndoqi I detyroi të largohen nga Shqipëria, dhe kjo është më kryesorja. Ai ushtroi zgjedhjet në fars dhe ai ka mbajtur një qendrim po aq armiqësor sa Vučići kundër Kosovës. Edhe kjo është një faktor tjetër për ne që duhet të japim dorë sa më parë. Presim edhe 2 pyetjet, komentet e fundit.